se luba shkon drejtim të dashurisë, kurse lubia shkon drejtim të kuçedrës. Se kam dëgjuar që në media, me përgdheli, unë i them lubia, ata thonë luba. Jo, ti themi me emrin që ka, lubia. Po merr me vetë Ramën. Unë ju kisha informuar ju se me njëherë pas komunikimit të akta akuzës, ajo shkoi direkt në kryeministri dhe i tha se do të marrë me vete. Do të marrë me vete. Dhe atëherë, për të qartësu opinionin publik, u detyrova t'i referohem legjendës apo prallës, keni parë, shkon një vdekur me të gjallë, hypur të dy në një kalë. Lubia e mori për krahu të nesërmen në selinë e Partisë Socialiste, mblodhi gjithë qeverinë dhe kryesisë. Dhe me tonet më kërcënuese, u tha se cili do që të flasë do ta marrë me vete. Dhe Rama i palosu. Tha që skapi është kundra Partisë Socialiste, lubia nuk ka bërë asgjë, gjithë problemi është tek unë. Këtu para jush ju informova se në debatin shtatorësh, ku Rama në vetëmbrojtje, si Trumcaku, që harron s'man asgjë me nga ato që bën. I kthet dhe i thot, po ato mesazhet na prishën shumë punë. Cilat mesazhe, i thot lubia? Mesazhet në telefonin e Ervis Berberit, po tuat janë shumë më keq. Mesazhet tua janë shumë më komprometuese. Pale pasaj që i rikujtoj që Ervis Berberi ka vetëm në njërin celular 403 minuta video të gjitha llojeve. Rama u palos. Tani unë kam sjell provat. Kam sjell dokumentin në cilin faktohet se jo vetëm në tunel në Llogaras, por dhe në tendra tjerë, autori vërtet është Rama. Lexoj. Do t'jo jap me mikrofonin, do t'u sjell secilit për jush një këtë flet. Se është histori shumë interesante. I mbuluar me Argjepi, Net Media TV, një të kam dënë, ngele duke u bërë çorap, kjo është hajde me vesh gjuhën e tyre, se është e gjuhë po. Në orën 18:02, Ervis Berberi, kuptova, i thot, 18:05, Lubi Balluku, ke një supervizion mirëmbajtje. Në orën 18:05, 18:06, Ervis Berberi, po, më thuaj, 18:07, Lubi Balluku ka dërguar një fotografi si ajo nga sistemi elektronik i prokurimeve në cilën janë listuar procedurat e prokurimit të publikuar nga autoriteti rrugor shqiptar me datën, ju lutem, me datën 17/3/2002. Pra, konkretisht loti 4. Qa ka lot? Pra, konkretisht loti 4,
kontrata 2, supervizion punime shpirmajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit jugor. Loti 3, kontrata C, supervizion punime shpirmajtje me performancën e akseve kryesore të rajonit qendror dhe lindor. Loti 2, kontrata B, supervizion punimesh mirëmbajtje me performancën e akseve kryesor të rajonit qendror dhe veri lindor. Loti 1, kontrata A, supervizion punimesh mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit verior. Supervizion për mirëmbajtjen me performancë të segmenteve rrugore të shtuara në VKM numër 613/10/2021. Pasi dërgon këtë fotografi në orën 18:08 deri 18:09, Lubi Balluku thot: për këtë flet ky se ka rënë dakord me Ramen. Urdhroni. Çoje pak si për të udhëm shumë. Po, mirë. Ka rënë dakord me Ramen. E dyta, pse ja ke bërë për 3 vite? Se është çmenduri. Merru me këto se do të më çmendesh. Sqaroj ati kurve, e ka plot, kjo është gjuha e tyre, që nuk do të hap procese të reja se nuk lejojnë financa. Në orën 18:09, Erviz Berberi, okej. Në orën 18:09, Lubi Balluku. Ka janë të supervizione që pas ke hapur ti? Në orën 18:10, Erviz Berberi. Po janë për 3 vite. Janë të mirëmbajtjes. Në 18:10, Lubi Balluku. Kanë mirëmbajtje të supervizion. I ke hapur ti. E po një do ta marrë edhe shifeni vetëm. Nuk mund ta shqiptoj. Shikoni çfarë gjuhën. Shikoni gjuhën. Çfarë llumi në zyrat e qeverisë. Do ta marrë një super. Se ja ka premtuar rëja. Shiveni këtu. Ja ka premtuar Rama. Në orën 18:11, Erviz Berberi, po BB i kishte një të madhe. Unë ndava që të akomodonim sa më shumë. Lubi Balluku, s'më pëlqen fare që unë nuk di çfarë bën ti. E ndëgjoni tani, drejtori direkt me Ramën. Komunikimin. Nuk di ministria, që s'duhet di as ministria, as drejtor, as kryeministri. S'kan pse të di, duhet di ligji. Prit tani. Unë nuk di fare çfarë bën ti, në orën 18:11 Berberi. Po këtë doj, e ka fjalën për Ramën, këtë doj. Në orën 18:18 Lubi Balluku, jo këtë doj, jo. Pra, në orën 18:18 Erviz Berberi. Të vinë në mija, këto është gjuha atyre, nuk marrë vërshë çfarë është mija, po pra, këto janë vetëm maja e icebergut, e mesazheve
që Edi Rama ka dërguar vetë direkt për të nda parat me kompanit, këto janë të gjitha në unazën e madhe, tuneli u nda 97 milion. Tani vim të janë tunazës këto, të freskëta.